Trafiku në Tetov duket sikur kaosi është rregulli i vetëm që po respektohet në Tetov. Ditë më parë prezantuat edhe një segment të planit general që ka të bëjë me kaosin urban, që pritet të përfundojë në fund të vitit 2025. Ndërsa plani general, me sa e di, është procedura 2026 duhet të përfundojë. A do të thotë që në Tetov në vitin 2027 nuk do të kemi kaos urban, transporti publik do të jetë më efikas, nuk do të kemi trotuare apo hapësira të uzurpuara, do të ketë lëvizshmëri më të madhe në qytet, do të ketë parkingje. Është një çështje që fillimisht, më thonë, është problem më kompleks dhe kërkon zgjidhje komplekse. Është po ashtu edhe çështje e kulturës tonë, mentalitetit tonë. Pra është një çështje që kërkon zgjidhje komplekse dhe kërkon pak afat më të gjatë kohor derisa njerëzit të mësojmë me një kulturë të re. Prandaj ne ju qasëm çështjes që të ofrojmë edhe zgjidhje komplekse. Kemi angazhuar një institut me renome, do kisha thënë europiane, siç është INSI nga Kosova, për përpilimin e planit të mobilitetit të qëndrueshëm urban, me çka përfundimisht do të kemi një zgjidhje të lëvizshmërisë së rrugëve, trotuareve dhe sigurisht zgjidhjen e çështjes së parkingut, me çka unë besoj që do të kemi një zgjidhje, por këtë zgjidhje duhet qytetarët ta respektojnë. Po ashtu, dua të potencoj që nga viti 2026 Tetova do të jetë pjesë e 3 qyteteve pilot, bashkë me kryeqytetin, me Kumanovën, edhe Tetova, ku do të nis sistemi i ri i kontrollit të hapësirave publike, rrugëve dhe trotuareve, ku dënimet për keqpërdoruesit dhe bllokuesit e hapësirave publike do të bëhet me sistemin e ri në bazë të ndryshimeve të ligjit për komunikacion dhe ligjeve tjera, që nënkupton se gjithë ata që do të parkojnë aty ku nuk është vendi, do të dënohen pa pasur nevojë që aty të jetë prezente edhe shkelësi i rregullit.